Po ju Kërgova pas pari duhet me sqaru çka është rrugovizmi. Është sjellja e zonjës Osmani, sjellja e Ibrahim Rrugovës. Unë them se ju. Unë e njeh Rrugovën, thosh në qoftë se u Rrugova djali Ibrahim Rrugovës thotë se është rrugoviste, atëherë pse rrugovistja e u Rrugovës e shkatroi LDK-n? Pse? Cili është arsyeja e saj që ta shkatroi LDK-n edhe ta çojë LDK-n në VV, në një parti të majt, krejtësisht të majt, ta shkatroi konkurrencën politike në Kosovë, sepse pa LDK nuk ka konkurrencë politike në Kosovë. Me LDK-n e dëmposur, të dëmtume, të shkatrume, Kosova s'ka konkurrencë, Kosova vetëm ka shtet një partijak. Edhe në qoftë se dikush i kontribon këtij shteti një partijak në Kosovë, atë çka ka lidhje me Ibrahim Rrugovën. Pse po këç përdorëm Ibrahim Rrugovën si bashkëpunëtor, si kryetar, si president ose si babë. Nuk ka asnjë kuptim të sillemi kështu ose i bën njerëzit tonë të këqija në këtë botë u thonë jam rrugovist. Dalin e bëjnë zhurmën më të madhe, themi, cila nuk përngjan në asgjë, edhe thotë jo me rrugovist Ibrahim Rrugovës. Po si Ibrahim Rrugovës është sjell kurrë ashtu.